Largoni rrudhat vetëm në një javë me këtë recetë shtëpie. Të gjitha femrat shqetësim kryesor kanë pamjen fizike dhe sidomos fytyrën në rrudhat. Ky krem që përgatitet në kushte shtëpie nuk shkakton efekte anësore dhe nuk kushton. Ai ngadalson procesin e plagjes dhe hidraton lëkurën tuaj. Përveç kësaj është natyrale dhe i sigurt. Përbërësit janë një lugë gjelle vaj bajame ose vaj ulliri, 2 lugë vaj kokosi, 1 lugë çaj mjalt dhe e verdha e një veze. Shkrini vaj në kokosi dhe pastaj shtoni përbërësit e tjerë mbi të. Përzieni mirë të gjithë dhe lëreni me një anë për 5 minuta. Përdorimi: lani fytyrën mirë dhe thani me peshqir. Më pas aplikoni kremin në fytyrë duke masazhuar lehtësisht. Lëreni për gjysmë ore në fytyrë dhe pastaj hiqeni me pambuk ose peshqir të lagur. Efekti do ju lërë pa fjalë.